ta quaja fitore atë të Partisë Socialiste, nuk do ta quaja humbje atë të opozitës. Pra, Partisë Socialiste dhe opozitës. Në fakt, ajo çfarë kam thënë një gjë tjetër. Ka vetëm 2 njerëz të fituar. Njerëz. Personazhe politike me emër, me mbiemër. Është Edi Rama, Sali Berisha. Edi Rama ka fituar. Ka fituar sepse tashmë është publike fakti që e ka ngritur ngrehinën e vet si pushtet personal. Po them ndonjë gjë të madhe. Pjell e një edukate politike që buron që para 90-s, do të pranoj faktin që është një talent në mënyrën e shfrytëzimit të pushtetit. Dhe ka marrë 83 mandate të frikshme. Në fakt, edhe 3 mandate të një satelitit vetë, siç është PSD, janë 86 mandate. Është e frikshme për faktin sepse kam përshtypjen që ka rënë gjithë sistemi politik dhe institucional. Mendoni juve një individ i cili edhe kur nuk ka pasur këto dimensione të pushtetit, ka ditur ta shfrytëzojë deri në fund. Tashmë me 86 mandate, pa pasur nevojën e askujt tjetër, çfarë do të thotë? E ky është personazhi i parë. Personazhi i dytë është Sali Berisha. Sali Berisha është i lumtur. Le çfarë thonë, çfarë dëgjojnë. Tani them një gjë tjetër. Ja shoh syrin. Ja lexoj kënaqësinë mbas maskës gjasme të mërzitjes së madhe. Jo. Shumë i thjeshtë. Sali Berisha nuk u fut për të fituar qeverisi. E dinte fare mirë që s'kishte për të arritur me mënyrën se si u soll në 3-4 vite. Donte thjesht të vetëm të kishte një ushtri besnike të verbër, që nuk flasin, që nuk mendojnë, dhe arriti 50 veta, 49, të cilët do të rinë aty si një gardë pretoriane, sa herë të ketë nevojë, dhe me sa duket ka nevojë, sepse çështjet e raporteve që ka me ligjin, pra me drejtsinë, i ka të hapura. Përdorimi politik, i mburojës politike edhe i ka dhënë një lloj rezultati. Një gjyq që vazhdon, që shtyhet me drejtsinë, me ca emra, me ca mbiemra, asnjë provë, asnjë fakt, por që do t'u tregoj në këtë rast gjithë të tjerëve që në qoftë se ju vendos në target, do t'jemi pa lodhur deri në fund, sa t'ju lodhë, dhe në fakt do të kuptojmë një gjë. Ca individ shqiptar janë edhe. Me të mirat, të këqijat e tyre, jetojnë në një ambient të vogël, të mbyllur, në një rreth familjar, që ngarkohet, stresohet së bashku me ta, dhe me sa duket, ka ndodhur, nuk ka sens për mua që të zgjatet, këto e njoh mirë, që të zgjatet çështja e një gjykimi. Në fakt, një politikan do të kishte interes i gjyqi të bëjë sa më shpejt, nëse pretendon që është i pafajshëm, në mënyrë që të një orën parë të shkarkohet nga çfarë do lloj pa drejtësie që mund të bërë. Në fakt, jo. Kështu që, prandaj kam quajtur në këtë mënyrë që janë 2 njerëz të fituar dhe 2 njerëz të cilët e gatuan vetë këtë fitore. Si? E kanë gatuar me akte publike, se me akte private të fshehura po e po. Shfare e qartë që një pjesë e bizneseve të enturazhit të Sali Berishës marrin leje ndërtimi nga pushteti i Edi Ramës. Persekutim politik, dhe unë e ti e din se do të thotë persekutim politik, si pretendon Sali Berisha, do të thotë që të mos kesh asnjë lloj të drejtë nga pushteti, raporti me pushtetin të jetë i mbyllur. Po çfarë persekutimi politik kur enturazhi i tij me leje ndërtimi dhe bën ndërtime të mëdha në Tiranë? Mali i Tiranës është pak publik. Çfarë persekutimi politik mund të ketë Sali Berisha nga pushteti i Edi Ramës, ku një pjesë e madhe e mediave dhe nacionale i lën hapësirën më të madhe këtij të persekutorit politik?
televizionet kryesore dhe nga të dhënat e Amas edhe gjatë fushatës rezultoi që ishte personazhi politik me dalje mediatike më të mëdha dhe ju dini fare mirë çfarë do të thotë kesh media në fushat. Çfarë persekutimi politik mund të ketë një individ i cili nuk e ka për gjë që 5 ditë para ditës së zgjedhjes bëj publike faktin që ka paguar ose do të paguaj deri 6 milion dollar një lobist në Amerikë, pra një parti apo një personazh politik i cili pretendon të qenë në opozit prej 12 vitesh. Opozit do të thotë të mos kesh mundësi të gjenerosh të ardhura. Mund të ndodhë, teorikisht mund të ndodhë që t'jenë edhe të tjerë që të kontribuojnë, po sipas ligjit këtë e di mirë, sipas ligjit të gjithë do duhet të deklarojnë që këto para i kanë mbledhur, i kanë depozituar tek Partia Demokratike dhe këtu është bërë pagesa. Unë nuk di që të ketë të dhëna nga këto. Pastaj historia për të kamufluar, o besoj mund të ketë një mendje pillore nxjerrë sa të doj. Por fakti është që ka ndërmarrë historinë e pagesave dhe një parti politike e persekutuar politik ta përmbledh vuan nga financat, vuan nga mosdaljet publike, vuan nga mosmarrja e benefiteve që pushteti t'i jep. Në fakt me këta ndodh e kundërta. Sistemi zgjedhor e bën në atë mënyrë, e thurën me dorën e tyre, që në fund të jenë vetëm 2. Rama i qetë të qeverisë, Berisha të jetë i pari dhe i vetmi në opozit. Kështu ka ndodhur praktikisht. Nga 2013 që nga momenti kur Sali Berisha tha që do ikë. Nuk iku. Elementi parë. E dyta, nga momenti kur erdhi Lulzim Basha në krye të Partisë Demokratike. Unë kam qenë pjesë në atë kohë e atij procesit. Madje kam qenë një nga mbështetësit e Lulzim Bashës për të ardhur në krye të Partisë Demokratike. Besoj duhet ta mbani mend faktin që të përplasjeve kisha me Sali Berishën në atë kohë, pra që në 2011. Dhe opozicionova brenda Partisë Demokratike në mbështetje të në garin që ishte me të Ndjerin Ulldashi me zotin Basha. Qoftë edhe për shkak të themi të historisë nga kopi e këndej. Mund të jetë edhe kjo një nga arsyet. Fakt është që ishte një garë jo e vërtet. Dhe përfaqësimi ose marrja përsipër e drejtimit të Partisë Demokratike nga Lulzim Basha, siç edhe historia tregoi, ishte thjesht vetëm një fasadë. Drejtuesi i vërtet, urdhërdhënësi i vërtet ishte Sali Berisha. Dhe ndodhen ngjarjet. Nuk u mor pjesë në reformën administrative. Një goditje e madhe. Dhe kjo ka qenë, nëse se mbani mend, po ua kujtoj unë, në ato takimet e para që bëheshin për reformën administrative, Partia Demokratike u tërhoq, nëse nuk kujtoni, mund ta hapni edhe në Facebook para zgjedhjeve të 2015-s. Ka qenë i pari Sali Berisha që në një status vet ka thënë që Partia Demokratike nuk fiton në zgjedhjet e 2015, nuk fiton madje as 9 bashki. Në fakt, shkoi deri ke 20 bashki, Pra ishte ai kumtuesi i parë i ngjarjeve për te çdo kujt tjetër. Kjo ishte e para. Ngjarje tjetër pasandaj që shënoi ishte historia e reformës në drejtësi. Mbas zgjedhjeve të 2015-s filloi ashtu quajtura lëvizje për drejtësi, lëvizja për reformën në drejtësi. Dhe unë mbaj këtë gjë dhe besoj është publike për çdo tjetër, që atmosfera e krijimit të reformës në drejtësi ishte sikur po bëj një reformë drejtësi për të goditur Sali Berishën. Brenda PD-s u krijua në atë kohë një frikë. Edhe Ilir Metën. Dhe Ilir Metën më vonë,
U krijua një lloj frike. Ja, u krijua një lloj frike, një lloj klime që kjo po bëhet për të na goditur ne e për këtë arsye ta pengojmë. Këtë moment e ka Edi Rama. Po. Mani mend si thoshte që unë kushtetutën do ta votoj pa e lexuar fare, duke lexuar në sytë e këtyre frikën e madhe, por mendoni ju frikën e madhe që drejtuesit e partive tregonin edhe se çfarë do thoshte për publikun e madh demokrat në atë kohë. Ndrydhje, ngushtim. Ndërkohë që shqiptarët kishin nevojë për drejtësi. Siç edhe historia tregoi më vonë. Edi Rama vazhdoi që të fitonte hapësira duke u treguar pa të drejtë në sytë e mi si flamurtar i reformës në drejtësi. Edhe vendimet për reformën në drejtësi apo dhe për akte politike, siç ishte marrëveshja e 17 majit, bëheshin me bekimin e Sali Berishës. Me që doli kjo e 17 majit, në 17-ën, ka qenë në dieni totale, Sali Berisha e ka përshëndetur madje. Raporti i tyre ka qenë raporti i drejtuesit me Varcin. Kjo është e vërteta. Askush s'bën mirë që të mos e thotë të vërtetën. Mend këtë mbledhje ka qenë ditë e shtunë në një konferencë shtypi kur dalë zoti Basha që deklaroi këtë ngjarje, pra djegjen e mandateve, të hënën e javës tjetër do të bëhej edhe mbledhja e grupit parlamentar dhe organeve të tjera. Kujtoj këtu që ka qenë mbas një ngjarje në parlament për ndryshimin e qeverisë ku s'jepej fjala e meradhme. Apo edhe diçka tjetër, nëse mbani mend, për mua ishte e drejtë fakti që u emëruan atë kohë si krye prokurore Arta Marku dhe kur jemi mbledhur, zoti Basha ka thënë që është marrë ky vendim. Asnjëri nuk e ka kundërshtuar. Është marrë ky vendim apo e ka marrë këtë? Atëherë, e thënë me gojë, është marrë nga zoti Basha. Unë di të them atë se çfarë kam parë dhe dëshmoj atë se çfarë kam perceptuar. Duhet kujtoj gjën tjetër këtu që zoti Berisha ishte ai që disa muaj më parë, që 3-4 muaj më parë e kishte folur, artikuluar në publik djegjen e mandateve, që në rastin e emërimit të Arta Markut si krye prokurore. U bë më fort kjo edhe në rastin kur e mohimit të debatit të ndryshimit të një ministri të qeverisë Rama në atë kohë, por në atë mbledhje aty ka qenë zoti Basha që e ka deklamuar. Tani historia është kaq e gjatë edhe për episode të tjera që tregon fare qartë që njeriu që merrte vendime, jo njeriu që i deklamonte, por njeriu që merrte vendime ishte Sali Berisha. Deri në 2021, deri në 19 maj kur u dizenjua si non grata, aq më tepër deri në 9 shtator kur edhe zoti Basha mori vendimin për ta pezulluar nga grupi parlamentar. Aty ka qenë, po themi momenti kur ka pasur një lloj ndarje në këtë raport të drejtuesit, e prorit dhe Varcit. Pra ishin gjitha këto ngjarje të cilat çfarë treguan? Treguan për një subjekt politik, për një grupim, për një parti politike e cila nuk diti të largohej dot nga ato të cilat ishin problemet të veta që vinin nga qeverisja, po jo aq shumë nga qeverisja, sesa nga paaftësia për të reformuar veten. Ai rezultatin nuk e morin 11 maj, ai e morin 26 korrik. Kur ndan pazarin me Sali Berishën, unë do jem qeverisje, ti do jesh në opozit, dhe aty i tha çfarë të duhet që të konsideroj unë si partnerin tim, të konsideroj. Do të t'jap vullën e partisë, ja dha vullën e partisë. Do të t'jap sistemin zgjedhor, ja dha sistemin e zgjedhor. Bën edhe prova me njëri tjetrin. A jemi të gatshëm që dy së bashku të godasin drejtësinë? I bën. Edhe njëri dhe tjetri godasin drejtësinë, madje arritën deri aty sa të bënin edhe mitingje në fakt para spakut. Kështu që e patim, të dy e palët. Dhe patim mundësinë, Edi Rama, që të hiqte të gjitha ato ferrat e vjetra me probleme
dhe të sillte një figurë, një fasadë të re në parlament dhe në politikën shqiptare. Kjo nuk përbën më një çështje të interesit publik në syrin tim. Për sa kohë që është një çështje private, është një parti private e cila me sa duket do të bëjë gjithçka çfarë intereson Sali Berishës, jo më shqiptarëve. Aq pak dhe demokratëve, tani ta them edhe këtë. Tani për personazhet politike që janë aty, asnjëri për tyre nuk do të ketë guximin që të thotë vërtetën siç është. Sklevëria politike është në modë në Partinë Demokratike. Rri, shërbe, mundohu të lexosh se çfarë ka në mendje ai që është i pari, Sali Berisha, thuaje fort, lëpiu, servilosu, dhe mund të sigurosh një karrierë në nuk e bëra në 2011-2012. Për një arsye, mbase se mbani mend, po kujtoj, ishte çështja se kush do të emërohej në gjykatën kushtetuese. Në atë kohë kryuan 3 vakanca në 2012. Sali Berisha çoi 3 veta të cilët ishin me dosje. Hetus dhe gjyqtar të sistemit komunist në atë kohë. Unë ka votuar kundër, së bashku me një koleg tjetër, zotin Mark Marku. Nuk e bëra, pasoj ishte fare qartë, nuk kisha më deputet. Edhe tani, ndoshta dhe rastësia më çoi në atë lloj pozicion që isha në, po themi, tek Partia Demokratike, isha i bindur, qartësisht që nëse dhe unë mund të sillesh as si këta të tjerët, të servilosesh, sigur do isha dhe unë deputet. Jo, zgjodha me qartësinë dhe me thellësinë më të madhe që jo. Marrëdhënia do duhet dal dikush mbas momentit të gjyqit, nëse kujtoj unë, kur ai tha në atë Partinë Demokratike, ku ishim ne, ka vetëm një funksionar i cili është legjitim. Unë atko isha kryetari i grupit parlamentar. Tash është kryetari i grupit parlamentar. Me këtë rast thjesht e vetëm po jetë sinjalin për të më joshur që po, nëse ti pranon të jesh në urdhrat e mia, ti do të vazhdosh të jesh kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Është fare e qartë. Sigurisht nuk pranova, historia është e qartë. Tani dhe nga ai moment jo, nuk kam pasur asnjë kërkesë. Me sa duket, ta them edhe këtë, me sa duket, për kohën që kemi qenë bashkë në kabinet, ai më ka njohur, domethënë, edhe po themi pozicionin që mund të bëje për disa çështje ndaj dhe nuk e ka tentuar. Ndërkohë me shumë të tjerë me sa duket e tentoi, i theu, i dorëzoi, i thithi, i përthithi, me dosje, pa dosje, me shantazhe, pa shantazhe, me radhë. E shoh në një situatë shumë të komplikuar, u me thënë drejtën për të qenë fare i sinqert. Të paktën se si janë rreshtuar forcat në parlament, po doni edhe forcat në publik, me thënë drejtën. Është vërtet. Ka 3 parti të reja, të cilat kanë marrë 4 mandate, 2 njëra, një tjetra. Janë shumë pak për të krijuar një zë ndryshe në parlament. Dhe për më tepër, pak në këto ditë, kam pasur edhe qetësim për të parë edhe sjelljen e tyre në fakt. Dakor, gjatë fushatës kam pasur ato problemet e tyre. Mundësia që zihej me nismën bashkë, të dyja bashkë që ziheshin me Shqipëria bëhet e me radhë. Kuptoj një gjë, që me shumë gjas në shtatore tutje nuk do të ketë në një mundësi të krijojnë në një lloj bashkësie apo bashkërendimi të veprimtarisë së tyre për të qenë ata opozita e re, opozita alternativ. Por ama, them diçka tjetër, duke bërë një analizë të shifrave për këta, dhe jo vetëm për këta, për gjitha ato partitë të tjera, fut edhe formacionin ton, janë 170.000 vota, 170.000 shqiptarë të cilët në 11 maj, në një garë të shitur prekosh nga Sali Berisha, votuan për subjektet e reja. 170
1000 vota, janë pothuajse 10% duke futur dhe votën e diasporës, që duhet ishin mesatarisht dikush nga 12 deri në 13 mandate. Pra, shoh këtë, Luli, ka sot në Shqipëri një pjesë për 170.000 shqiptarësh që kanë bërë një zgjedhje tjetër. Mos harrojmë faktin tjetër, janë rreth 200 e ca mijë shqiptarë që nuk kanë votuar, edhe këta në një farë mënyrë kanë dhënë sinjalin që nuk janë as me Ramën, as me Berishën, me modelin e tyre. Pra me këtë sistem. Ndaj, ku do gjendet? Brumi në publik është. Kërkohet një lloj përgjegjësie, një lloj aftësie e këtyre figurave të reja e partive të vogla, do t'i quajmë të vogla tashmë, të cilat të mund të bëhen bashk, krijojnë një lloj aleance strategjike në mënyrë që të sfidohet jo vetëm opozita, se s'është thjesht ideja të sfidosh opozitën e Sali Berishës. Opozita e Sali Berishës do të jetë gjithmonë në bjerrje. Parti fundin e ka të shkruar, të sfidohet sistemi. Dhe e shoh vetëm në këtë mënyrë. Ngelet tek përgjegjësia e këtyre përfaqësuesve të këtyre partive të reja. Të shohim. Së bashku me kolegët e mi pra për të djathtën do vazhdoj. Dua të them një gjë tjetër që bëj analizën, jam duke bërë në fakt analizën, po themi edhe të pozicionit, qëndrimit apo të vlerësimit që u mor nga për mua në qarkun e Tiranës, pra nga shqiptarët, por sigurisht politikisht do të jemi angazhuar, themi edhe në aspektin publik, dhe jam në mbështetje të çuarjes përpara të projektit ton të së djathtës. Aty ka individ të rinj, njerëz që janë vërtet të djathtë, që vinë nga e djathta e vërtet, ajo e pandotura ndonjëherë, të cilët kanë dëshirë, kanë dhe pasionin për ta vazhduar, të çuar përpara. Nga jeta publike nuk shkëputesh dot kollaj. Thjesht dhe vetëm nëse ti vendos të mbyllesh në një dhomë, të bësh asket. Kjo është një gjë që s'ka për të ndodhur në rastin tim. Sigurisht aty brenda do kemi strukturat tona që do të vendosin edhe kush do të jetë përfaqësuesi, kush do të jetë drejtuesi e me radhë. Unë do të jem thjesht në mbështetje të këtij projekti. Dhe të gjithë zhvillimeve të tjera politike që mund të ndodhin në Shqipëri. Nuk bëhet politikë vetëm në parlament, me thënë të drejtën. Sidomos me këtë parlament që është duke u krijuar, kur do të jetë thjesht vetëm një në skena neveritse parashikoj që të ndodhin. Tash me mbi pushtet të Ramës dhe me një qëndrim as pak politik të pjesës tjetër të Berishës. Uroj që kjo pjesa e këtyre subjekteve të reja të mund të ngjizin diçka të përbashkët me njëri tjetrin, po mundën edhe ta zgjerojnë me subjekte të tjera politike, në interes të tyre, por në interes edhe të publikut, për të krijuar atë që thash një kulm të ri opozitar.